Kosova po hyn në muajin e 7 të ngërçit politik, as vendimi i gjykatës kushtetuese në lidhje me çështjen e votimit të fshehtë dhe konstituimit të kuvendit nuk solli zgjedhje. Vendimi kushtetuese se cila kishte për obligim të sqaronte aspektin juridik të funksionimit të kuvendit, duket se thelloi dhe polarizoi dhe më shumë qëndrimet nëpërmjet lëvizjes vetvendosje dhe partive të tjera opozitare që u radhitën pas saj në zgjedhjet e 9 shkurtit. Veprimtari shqiptaro-amerikan Hafiz Shala në një prononcim ka folur mbi ngërçin e thelluar pas vendimit të gjykatës kushtetuese. Sipas tij, ndonse faji bie mbi të gjitha palët, partitë e opozitës nuk mund të kushtozojnë zgjedhjen e deputetes Albulena Axhiu për kryetare të kuvendit. Me gjithë arsyetimet e të gjitha palëve të interesit, opozit, turpi bie mbi të gjithë. Nëse masime peshore në baroneshës, siç thot populli, megjithse opozita, nga xhelozia dhe dëshira për pushtet, nuk po respekton vullnetin e sopranit. Ai dha shumicën e votave VV-s, duke e sjellë në vendin e parë me 48 vota më shumë se dy partitë e para dhe të dyta së bashku, e më shumë se gjysma e partisë së tretë. Opozita nuk mund të diktojë kushte dhe parakushte, se si po zgjidhet pozita fituese e ka propozuar kandidate për kryeparlamentare Albulena Axhiun, një ndër gratë më të votuara në Republikën e Dardanisë, pas presidentes Vjosa Osmani, ka thënë Shala. Sipas tij, opozita ka të drejtë në vërejtje dhe sugjerime, por jo t'i vendos kushte opozitës, pasi vendimet e merituara ja kanë dhënë sovranit me votën e fshehtë duke respektuar vullnetin dhe autoritetin e çdo deputeti të partive politike. Shala po e konsideron si skandaloze dhe një deklaratë të kryetarit të LDK-s Lumir Abdi Xhiku. Ajo që deklaron kryetari i LDK-s dhe se si ne dhe partitë duhet të fotografojmë çdo vot, duke incizuar që nga momenti i marrjes së fletvotimit nga tavolina dhe pas votimit deputetët duhet ta kthejnë fletvotimin drejt kamerave me qëllim që të kontrollohet për kë ka votuar, është skandaloze. Unë në një postim në Facebook e kam cekur se një veprim i tillë mund të imagjinohet vetëm në shtete diktatoriale si Rusia, Kina, Korea e Veriut, Irani. Këtë vërtet nuk mund ta kuptoj, sepse pa qëllim të idealizoj, por vota e deputetit të popullit, ndonse i përket një partie politike, para se gjithashtu i përket popullit dhe vendit, e pastaj partisë, cilot do qoftë ajo, sepse partitë dhe udhëheqësit e tyre fatkeqësisht shpesh e shohin pushtetin si qëllim në vetvete para shtetit. Kjo fatkeqësi u ka manifestuar gjatë gjithë kësaj periudhe të sikuridakës, siç mund ta quajmë defilim përmes hyrjes dhe daljes nga shtëpia e demokracisë, ka potencuar ai. Andaj Shala ka thënë se opozita nuk ka fuqi dhe nuk mund të ketë inat, pse nuk përputhet me votën e sovranit. Më tej Shala rikujtoi se VV-ja dhe zonja Axhiu e dhanë dhe lëshimin e fundit, ku ajo deklaroi se do të tërhiqet nëse nuk merr votat e nevojshme pas votimit të fshehtë. Mirëpo ai thotë se opozita e ka hallin diku tjetër.